Mirëmëngjes të gjithëve. Unë sapo jam bërë gati, sapo jam larë, sepse sot kam takimin tjetër tek spitali. Herën e fundit, vendimi i fundit që mora ishte që do ta lenim djalin në mënyrë natyrale, ndoshta vinte spontanisht, dhe të hënën nëse nuk vjen spontanisht të fillojmë me stimulimin apo me operimin. Por, ne e menduam me Shtefanin dhe vendosëm që menduam që është më e mira që nëse nuk vjen spontanisht deri të hënën, ne të futemi direkt në operacion, sepse nëse fillojmë stimulimin të hënën, pale dhe sa do zgjasi, edhe ai do marrë kile, edhe prapë të përfundojmë në operim. Kështu që u mora në telefon në spital dhe u thash që nuk dua ta mendoj fare pjesën e stimulimit, dua të futemi direkt në operacion. Edhe ato më thanë duhet të vish që të flasim, ta masim dhe njërë babyn, se nuk mund të flasim për arsye mjekësore që ti të futesh në operim, sepse akoma bebi është i madh, por nuk mund ta themi që është gjigant dhe që futet tek ato kategori që operacioni ishte vetmja rrugë. Kështu që të shkoj në spital, të shikojmë çfarë do bëjmë, nëse ka ndonjë rrugë tjetër, mbase ta masim dhe njërë babyn, mos është për ndonjë gabim, ta shikojmë. Shtefani është në punë, kështu që do shkoj vetë dhe sot, do bëjmë gati dhe do ju tregoj hap pas hapi çdo gjë. Kështu që bëjmë gati edhe ikim në spital. Sa po bëra matjet e bebit, nuk e dija që sot do më bëni matje bebi. Edhe isha një çike pa përgatitur nga veshja. Po tani po shikojnë të dhënat edhe njëherë, besoj do kemi edhe njëherë një takim, edhe pastaj do ta shikojmë si qysh tek. Kam shumë frikëtar që vi këtu. Sa po dola nga takimi jam super e pasigurt për vendimin. Kam shumë frikë, nuk di është e dura apo jo, jam vetë. Po shkoj te makina të flas me Shtefan sepse më dha një opcion tjetër që të fillojmë direkt me stimulimin sot. Nuk e di. E kam thënë në një video tjetër që asnjëherë nuk jam bërë kaq vetëm sa në këtë shtatzani. Kam shumë të vështirë ta vendos sepse më dhanë kaq shumë informacione. Nuk e di. Shkoj në makinë të flas me Shtefan, do doja ta kisha këtu, po është në punë, punon shumë larg. Mora në telefon Shtefanin edhe është rrugës po vjen, mirë po ai ka nevojë për 1 orë që do vi. Nuk di çfarë vendimi të marr. Mbase ju mendoni që po pse bën kaq tragjike, po nuk e di, sepse sa më shumë që doktorët flasin me mua, aq më shumë më sigurojnë. Nuk jam e sigurt. Atëherë doktoresha tha që mund të më ofroj që ta fillojmë që sot stimulimin direkt. Është java 38.5 dhe mund ta fillojmë që sot.
Pastaj duhet rrim në spital sepse highlightu mund të zgjasë edhe me ditë të tëra. Duhet rrim në spital. Domethënë stimulimi mund të zgjasë me ditë të tëra. Dhimbje me ditë të tëra dhe pastaj a e bëj apo se bëj fëmijën? Kam shumë frikë. Nuk kisha frikë fare deri tani. Isha shumë chill për lindjen. Tani nuk e di, më kanë bërë kokën qorb. Nuk e di qa do bëj. Shtefani tha do t'i qëndrojmë planit, që plani ishte të presim deri sa të plotësohet java. Të hymë në javën e 39. Edhe në javën e 39, në javën e 40 në 39 në jam. Po që se djali nuk ka vendosur që të bëj spontanisht, të shkonim direkt për operacion. Edhe tani ai është 3 kg e 800 gram. Po, kam shumë frikë. Tani nuk kam besim fare që doja dal, po nga ato që më shpjegove ajo, pastaj të çfarë janë të gjitha këto gjëra negative që vinë me operacionin, plus që më tha që djali është shumë mirë, tha, nuk shikoj asnjë arsye mjekësore pse ti do të futesh direkt në operacion, sepse normale që edhe për fëmijën është më e mira lindja natyrale, që ti nuk do që ta provosh fare, tha, nuk shikoj një arsye. Dhe kjo më lëndovi, se ndoshta si ndjenjat e mëmësisë kanë filluar, edhe ndjem keq që t'ja marrë djalit mundësinë. Se po e nxorë me operacion, tha, normalisht që fëmijët kanë nevojë pak që të ambientohen, sepse ata janë mirë në bark dhe t'i fapin nxjerrë. Nuk është një operacion i vogël, është një operacion i madh, dhe nuk e kuptoj sa pse, sepse akoma fëmia është në për masat shumë okay. Ndoshta kemi gabuar dhe fëmia është 3-2, tha, 3 kg 200 gram. Ka gjithmonë gabime që mund të masim. Duhet t'isha ullë dhe ta kështë menduar më parë këtë temë, po e lash vete shumë të pa përgatitur, që çdo gjë do ndodhte natyralisht, edhe tani jam para situatës që bebi është i madh, nuk mund ta lëm shumë brenda, po nuk jam e sigurt që të filloj me stimulim, të filloj me operacion, secila ka pozitivet dhe negativet e saj, po mua ma kam bërë këtë stimulimin shumë të vështirë, edhe ajo tha nuk mos lexon çfarë thon në internet e këtë andej. Është doktoresha, mirë po. Tha që stimulimi mund të reagoj trupi jot shumë mirë edhe hapesh direkt. Mund të zgjasë edhe me ditë të tëra që kam dhimbje. Kam shumë frikë. Tani kam dhe dhimbje kështu. Do më vinë vetë dhimbje nga stresi. Që vi Shtefani, nëse filloj më i lajtu që sot të arrim në spital tërkohë, se do na japin ilazh, duhet të masim zemrën e bebit. Nuk e di. Do ju updatoj, më falni. Doja që ta ndaja me ju, se besoj në këtë gjendje më pas janë dhe shumë vajza, shumë nëna të tjera. Është kur talent ta marrësh ty vendimin, domethënë është gjëja më e keqe.
Se di. Po për Stefani këtu të karikoj edhe qik telefonin. Do ju mbajta updatetuar. Sa po vjen, do takojmë të hyrja. Tani po bëhem qik me krah, kur po vjen ai, se nuk do shkoj vet. Diskutuam pak në telefon, se nuk kemi shumë kohë kur të vija i këtu, po do diskutojmë edhe një me doktoreshën bashk. Nuk e di. Doktoresha më tha edhe që djali ka zbritur një qik më thellë tek legeni, që më jep një ndjenjë të mirë mbase nëse zgjedh stimulimin, trupi gja po përgatitet dhe mbase e dëgjon ilaçin edhe reagon për mirë. Po e bëj shumë dramatike, ju kërkoj falje, por që ka vërtet një vendim i vështirë, sepse natyrale ishte ëndra ime, doja që t'ja jepja vetes mundësinë e eksperiencës, është më e mirë që ta marr veten më tutje, që t'jem për djalin tim aty kur ka nevojë për mua. Dhe nëse do bëjmë fëmijë të tjerë, nuk e kemi rrezikun që jo po prap operacion, prap do qahem, nuk e di. Kështu që po takoj me Stefanin edhe shohim çfarë do vendosim. Vendimi ishte shumë spontan, si që shikoni, kam vigonin dhe do fillojmë stimulimin që sot, që mos t'i lëm bebit mundësinë që t'i rritet më shumë. Nëse është vendimi mirë apo jo, do ta marrim vesh më vonë. Jam shumë e frikësuar. Nuk kam pasur frikë fare gjatë tërë stacionis, po tani më bë koka ploz. Dhe të shikojmë si janë dhimbjet e lindjes. Jam nga njëra anë kurioze, nga ana tjetër jam e pa përgatitur, nuk kam grënë, nuk kam pirë, jam shumë e lodhur. Dhe se di si do shkoj puna. Është trupi shumë e pa përgatitur, apo do reagoj ndaj stimulusave që do t'i japim, gjellet për të parë. Kështu. Po u stacionova në dhomë, do t'ja tregoj më vonë se s'kam shumë bateri, thjesht doja t'ju tregoja darkën para se t'na e merrnin, dhe është vërtet legjenda urbane për spitalet gjermane që ka bukë me djathë. Kemi këtu pastaj madhe gjalp, edhe djathë, edhe krip. Për mua është shumë okej. Një çaj edhe një bananë. Kështu që unë po pi çajin, po dalë në balkon, nuk besoj se ka kështu karige këtu. Dhe pastaj do t'ju tregoj, jam vetë në dhomë. Shiko sa ftohtë që duket. Ta shikojmë që do ndodhi tani. Si që thash, mua më kanë vendosur vigon dhe emrin dhe do fillojmë me procesin e stimulimit. Atëherë kishte shumë arsye pse e zgjodha, duke qenë se doktoresha më dha mundësinë që të fillojmë që sot me stimulimin. Djali akoma është në tomasa që mund ta përballoj, pra 3 kg 800 gram. Dhe deri të hënën, sot është e njëjtë, deri të hënën do t'i japim kohë trupit, vetes, stimulimit, procesit, që baby të vi në jetë në mënyrë natyrale.
Sepse edhe rreziqet e operacionit ishin ato që na u shpjeguan, pra nuk ka rrezik në momental, pra afat shkurtër, por rreziqet janë afat gjata. Në momenti që do më duhet të bëj gjithmonë një operacion në bark, në këtë jetë, organe duke qenë se trupi është hapur, lidhen me njëri tjetrin pastaj, edhe në çdo operacion që do bëhet do jetë gjithmonë e vështirë. Dhe unë nuk dua që ta kem në kokë pyetjen çfarë do të ishte nëse. Kjo është pyetja që unë përpiqem që t'ja heq vetes time gjithmonë, që do të thotë nëse nuk funksionon, unë e di që e provova, edhe kjo ishte ajo gjoja që unë e bëra, nuk funksionoi dhe pastaj u futa në operacion, edhe ndihem që nuk hoqa dorë, çka se frika, në momentin që më mora vendimin, nuk e di, isha vërtet as 50-50, ndoshta edhe më e kuqëzuar. Tani mënyra se si po e fillojmë stimulimin është në një balon, është futur një balon brenda tek qafa e mitrës, e mbushur me ujë që ta shkurtoj qafën e tij, e mbushur me ujë që qafa e mitrës të shkurtohet. Dhe t'i japi sinjale trurit edhe bebit edhe mitrës që shiko, duhet të veprojmë tani se po ndodh diçka. Unë ndjej stimulimet, pra dhimbjet janë pak më të shpeshta edhe më intensive se dhimbjet që kam pasur në shtëpi, që janë këto dhimbjet praktike të mitrës. Dhe nesër pas 12 ore si e kemi lënë këtë balonin brenda, nëse trupi nuk ka filluar të reagoj, pastaj ka dy lloje mënyrash, një vazhdon stimulimi me hapje ose me xhel. E marr këtë ilaçin çdo 3-6 orë. Që do të thotë për 3 ditë minimalisht do vazhdo me të njëjtin ilaç. Nëse nuk funksionon pas 3 ditësh, pastaj do ndrohet me ilaçin tjetër, sepse tek secila vajzë vepron njëri më mirë e tjetri më pak mirë, por nuk mund ta dim nëse trupi im do reagoj më mirë me xhelin që vendoset direkt tek pjesa e qafës së mitrës dhe vaginale, apo me hapje që merren nga goja. Kështu që nuk e di nesër do vendosë se me çfarë do filloj. Kam dhimbje në kurriz, shumë të mëdha. Deri tani isha vetë në dhomë, tani ka ardhur një grua e cila gja ka lindur. Nuk kam thënë asnjëriu. Ta fjalën për familjet. Për familjet. Mendova që kjo ishte më e mira për mua dhe për bebin, mbase kam marrë vendimin e gabuar, mbase kam marrë vendimin e saktë, nuk ka as të gabuar dhe as të saktë në këtë histori, ka thjesht vendime që për momentin më tingëlloj si më e mira. Nëse deri të hënën që unë kisha vënë limitin dhe deadline-in vetes që të hënën, unë dua ta kem djalin, sepse pastaj nga e hëna ngrehet vetëm një javë, edhe deri në fund të shtatzanis nuk do ta linim djalin me këtë peshë që ka. Mirë, po deri në atë ditë unë kisha menduar që nëse djali nuk vjen deri të hënën, unë do shkoj për Kaiserschnitt. Që do të thotë, unë tani thjesht po bëj të njëjtën gjë, nëse djali nuk vjen deri të hënën do shkoj me Kaiserschnitt. Por deri të hënën po e stimuloj pak trupin që nëse djali nuk ishte ndërmend të vinte, mbase t'i çoj një sinjal që është koha. Hajde, po të presim. Moroni fat, kam shumë frikë. Nuk e di se s'dojnë dhimbjet, dhe në momentin që po më vendosnin balonin, ka bërtitur një grua aq shumë, sa nuk e keni idenë. Nesër që do zgjohem, do mundohem që ta xhiroj edhe gjatë natës, se çfarë do ndodhi. Tani do përpiqem të flej pak, ora është 8 dhe kam gjithë ditën rrugëve dhe jam shumë e lodhur. Dhe nëse do flej do ishte shumë mirë. Nëse kam dhimbje, do shkoj poshtë tek stacioni i sallës së lindjes dhe do më japi një ilaç për dhimbjet. Varet sa intensive do jenë dhimbjet. Unë do përpiqem me atë timen që të punoj me frymëmarrjen, që mos të marr ilaç për të ndaluar dhimbjet, sepse këto dhimbje që vjen më çon mua më afër djalit. Kështu që gjitha ju nëna që jeni duke përjetuar këtë proces, apo do ta përjetoni apo e keni përjetuar, ju përqafoj shumë, edhe në vajzat, në femrat jemi aq të forta, sa nuk e di. Domethënë, thjesht kjo mrekullia që sjellim në jetë përmes një procesi kaq të vështirë, duhet patjetër
Gjinia më e fortë, po çka se burrat hiqen si të fortë fizikisht, burrat nuk do ja dilin kurrë në një proces si ky. Kështu që it is a woman world, not a man world. Kështu, po përpiqem të shtrihem, do ju updatoj gjatë natës, po patjetër në një video tjetër. Këtë po e mbyll, po merrem pak me telefonin që të shty kohën. Edhe do t'i kemi sëri derisa të vi djali. Inshallah nuk është ajo si i thon, ideja që kam unë në mendje që do mundohem tër këto ditë me dhimbje dhe në fund do jetë një kaiserschnitt. Një operacion për lindje. Gjithsesi ngelet për të parë. Deri atëherë jemi mirë. Bebi ishte barku mamit, akoma rehat. Edhe të shohim.